Mbahet protesta e dytë për të drejtën e dhënies së provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Përfaqësuesit shqiptar në qeveri premtojnë se provimi i jurisprudencës së shpejti do të jetë edhe në Shqip. Refuzohet propozimi i LSDM-s që ministrat të kenë vetëm shtetësi të Maqedonisë së Veriut. Kallëzim penal ndaj 2 personave, fshehen mbi 7.4 milion denar tatime. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Studentët shqiptar sërish protestojnë për dhënien e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Grumbullimi i studentëve dhe y qytetarëve veçmë ka filluar. Në një linjë të drejtë për drejtë duhet ta kemi kolegun ton Mevludin Imerin, i cili do të na sjell atmosferën që po mbizotron aty në protestë. Mevludin, do lutem më tregon nëse po më dëgjon? Përshëndetje Emine, po ju dëgjoj shumë mirë. Ne do të studentët e kanë caktuar tonë lidhen për të filluar mosën protestues. Në vetë kolegjeve thonë se gjithmonë nga fillimi i protestave, studentët kanë filluar kontrollin e protestave, të destabilizuese në politikën destruktive, do të thonë proceset të drejta dhe me filluar shqiptarë, shqiptarë dhe të lidhen dhe ku do të mësojnë drejt Ministrisë së Drejtësisë, për të shprehur për praktësitë ose për të kërkuar të provimi i jurisprudencës të bëhet në gjuhën shqipe, siç po shihet protokolli i televizionit të shumtën me këtë protestë e këtë protestë në zhvillë komunikime dhe ose akuzave politike ndërmjet pozitës dhe opozitës, një në tonë të opozitës tjetër tonë se ku e politizojnë protestën e tjetër tonë e politizojnë se është e ke lukë ose nuk bëgjën në pjesë në këtë protestë. Në tonë të blenë të teksonë se protestën e kemë përkruar edhe studentët, kolegët, studentët në Shqipërinë, të cilët në perspektivës të dhe do të pritëm të çdo moment të mbërrinë në këtë sektor për fillimin e protestës. Protestën e kemë mbështetur edhe politikanët, ne do të kemi këtu dhe do të ndjekim deri në protestën për të marrë se protestën do të lidhen me përsëri drejtën në të tjerë. Për gjithë shqiptarët të televizionit çfarë protestën mund të ndjekim në rrjetet sociale. Të falenderoj Mevludin për informacionet që na sollen, ndërsa lajmin me detajet nga kjo protestë do të mund t'i ndjekim në edicionin qendror të lajmeve. 2 kryetarët e Vlenit janë takuar me kryeministrin Kristian Mickoski për të biseduar për çështjen e dhënies së provimit të jurisprudencës. Qeveria njoftoi se institucionet punojnë në mënyrë aktive në gjetjen e zgjidhjeve që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ndërkohë, një ditë para protestës, Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami kanë shkruar statuse të shkurtra në Facebook ku premtonin se provimi i jurisprudencës së shpejti do të mund të jepet edhe në Shqip. Paralajmërimi i studentëve për protestën e dytë mblodhi në një tryezë të 2 bashkëkryetarët e Vlenit, Izet Mexhitin e Bilal Kasamin, me kryeministrin Kristian Mickoski për të diskutuar për çështjen e provimit të jurisprudencës. Në një njoftim me shkrim nga qeveria njoftuan se në takim është theksuar se vetëm përmes një qasje të përbashkët, të matur dhe dinjitoze, mund të arrihen zgjidhje që do të nënkuptojnë progres, besim të ndërsjellë dhe rrugtim të përbashkët drejt ardhmërisë. Institucionet punojnë në mënyrë aktive në gjetjen e zgjedhjeve që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve, me qëllim sigurimin e sigurisë juridike dhe funksionalitetit. Një ditë para protestës së paralajmëruar nga studentët, bashkëkryetarët e Vlenit shkruan statuse të shkurtra në Facebook se së shpejti presin lajme të mira që provimi i jurisprudencës të mund të jepet edhe në Shqip.
Pas deklaratave të pushtetit reagoi Bujar Osmani nga BDI. Ai tha se këtë çështje në duar e kanë vetëm studentët. Mira student, profesor dhe qytetar shqiptar më 6 prill 2026 protestuan në Shkup, duke kërkuar që të respektohet kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, në mënyrë që të mund ta japin provimin e jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, krahas asaj maqedonase. Ata kërkuan drejtësi për studentët dhe dorëheqje të ministrit të drejtësisë Igor Filkov, i cili u amuhon të drejtën e garantuar me ligj. Edhe pas protestës nga Ministria e Drejtësisë vazhduan të insistojnë se provimi nuk mund të jepet edhe në gjuhën shqipe. Edhe pas protestës së parë pati premtime se kjo çështje do të zgjidhej, ndërsa protestën e studentëve pushteti e quajti politike, sepse në protestë pati shumë përfaqësues dhe simpatizantë të partisë më të madhe shqiptare në opozitë. Për protestën e studentëve, debat ka pasur sot edhe në Kuvend. Deputetja e BDI-s Rina Ajdari akuzon partinë shqiptare në pushtet se nuk e mbrojnë gjuhën shqipe në asnjë institucion, ndërsa janë formuar vetëm për ta relativizuar politikat anti-shqiptare të qeverisë së Mickoskit. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se studentët e revoltuar nuk protestojnë për Vlenin, por protestojnë për BDI-n, e cila për 22 vite nuk ka arritur asnjë harmonizim të ligjit të gjuhëve ta bëj. Protesta e studentëve ishte temë diskutimi edhe në Kuvend, në seancën për pyetje deputetësh. Zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se studentët e revoltuar nuk protestojnë për Vlenin, por protestojnë për BDI-n, e cila për 22 vite nuk ka arritur një harmonizim të ligjit të gjuhëve ta bëjnë me këtë ligje në fjalë. Sali sërish premtoi zgjidhjet e problemit. Për herë të parë, ekzekutivi qendror ka ndëgjuar zërin e studentit dhe i ka përvesh krahët që ta zgjidh problemin e tyre njëherë për gjithmonë. E kam thënë këtu, prap do ta them derisa ju të bindeni se do të jetë kështu, se provimi i jurisprudencës dhe provimet tjera të cilët kanë të bëjnë me natyrën e provimit të jurisprudencës në të ardhmen do të jepen në gjuhën shqipe. Dhe kjo është e vërtetuar dhe këtë do ta dëshmojmë shumë shpejt para jush dhe opinionit. Ndërsa deputetja e BDI-s Rina Ajdari e pyeti atë nëse do të dalë në proteste dhe këtë premtim do t'ju ja thojë studentëve në sy. A do dilni sot publikisht aty, t'u a thoni këtë premtim studentëve në sy, apo ju duhet fillimisht leja e liderit tuaj, kryeministrit të vendit? Këto situata nuk duan koment, sepse duken, qytetarët i shohin dhe i lexojnë drejt, ndërsa ju do të ngeleni gjithmonë në anën e gabuar të historisë. Sa e rënd duhet të jetë bara e kolltukut sa të mos t'ju lër as të ecni disa hapa për gjuhën shqipe. Ajdari akuzon partinë shqiptare në pushtet se nuk e mbrojnë gjuhën shqipe në asnjë institucion, në asnjë nivel, edhe se janë formuar vetëm për të relativizuar politikat anti-shqiptare të qeverisë së Mickoskit. Për çështjen e mbajtjes së provimit të jurisprudencës edhe në Shqip, sot ka folur edhe deputeti Adnan Azizi. Ai deklaroi se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Azizi deklaroi se nuk e kupton pse studentët vazhdojnë të protestojnë, kur në fakt në takim u kanë premtuar se po punohet institucionalisht për këtë çështje. Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar, vlen atë që BDI nuk e zgjidhi për 2 dekada, ne po e zgjidhim me veprime konkrete. Provimi i jurisprudencës do jepet në gjuhën shqipe. Vlen po dëshmon se çështjet e shqiptarëve nuk zgjidhen me deklarata boshe, as me improvizime politike, por me punë konkrete, institucionale dhe me zgjidhje të plot e të qëndrueshme. Vetëm një ditë pasi bashkëkryetarët e Vlenit Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti paralajmëruan lajme të mira lidhur me çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, sot ata menjëherë u angazhuan në takim pune me kryeministrin Kristian Mickovski për të avancuar zgjidhjen konkrete të këtij problemi shumë vjeçar. Në takim u diskutua për përdorimin e gjuhëve gjatë dhënies së provimit të jurisprudencës me fokus të qartë që zgjidhja të jetë e plot, funksionale dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Studentët duhet ta ndajnë mendën. Në rast se kanë kërkesa në suaza të kërkesave të studentëve, ne jemi aty për t'i zgjedhur gjitha kërkesat një nga një. Në rast se kanë kërkesa politike
ose duhet t'i bashkangjitën një subjekti politik, si që është BDI që mundohet t'i instrumentalizoj, ose themelojnë një subjekt politike dhe të bëjnë kërkesa politike të dalën, t'i prezentojnë, t'i promovojnë. Po, megjithatë ne jemi këtu për t'u përgjigjë në çdo sfidë, në çdo kërkesë reale të studentëve. Shumica parlamentare ka refuzuar propozimin e LSDM-s që ministrat të kenë vetëm shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vetëm 20 deputetë opozitës votuan për ndryshimet në ligjin e propozuar. Koordinatori grupit parlamentar të LSDM-s Oliver Spasovski tha se ka antar të qeverisë me shtetësi bullgare dhe çeke, i cili përmendi emrin e ministres së energjetikës Sanja Bozhinovska. Në Kuvend nuk kaloi propozimi i LSDM-s që ministrat ta kenë vetëm shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vetëm 20 deputetë të opozitës votuan për ndryshimet në ligjin e propozuar nga LSDM, ndërsa shumica nuk votoi. LSDM propozoi ndryshime në ligjin për qeverinë për ta bërë atë të pajtueshëm me propozimin e VMRO-DPMN-s, që deputetët të kenë vetëm shtetësi të RMV-s. Zgjidhja ligjore u shpjegua nga koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s, Oliver Spasovski. Ai tha se grupi parlamentar i LSDM-s propozoi që ligji të menatohet me procedurë të shkurtuar. Zgjidhja ligjore duhet të jetë në përputhje me ndryshimet në ligjin për deputetët e propozuar nga VMRO-DPMN-ja, përkatësisht të miratohet një ligj që kërkon që antarët e qeverisë të kenë vetëm një shtetësi. Spasovski tha se ka antar të qeverisë me shtetësi bullgare dhe çeke, i cili përmendi emrin e ministres së energjetikës Sanja Bozhinovska. Ai madje shpreson që shumica do ta mbështesë ligjin dhe se procedura do të vazhdojë si për këtë ashtu edhe për ligjin për deputetët, e cila tani është ngadalësuar. Sipas Spasovskit, ata që angazhohen të shërbejnë qytetarëve duhet të kenë vetëm shtetësi të RMV-s. 2 persona janë arrestuar nga policia financiare për shkak të dyshimeve për shmangje të tatimeve. Personat akuzohen se kanë dëmtuar arkën shtetërore në një shumë prej më shumë se 7 milion denar. Drejtoria e Policisë Financiare ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike Shkup kundër 2 personave për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale, shmangje tatimore. Drejtoria e Policisë Financiare ka theksuar se 2 të denoncuarit për të përfituar dobi pasurore të kundërligjshme për veten dhe për personin juridik kanë dorëzuar bilans tatimor për përcaktimin e tatimit mbi fitimin me të dhëna të rreme. Siç thon ata, për vitet 2021 dhe 2022 nuk kanë dorëzuar fare bilans tatimore për përcaktimin e tatimit mbi fitimin. Veprimet e tyre kanë qenë në kundërshtim me evidencën kontabël dhe rezultatin financiar të paraqitur në bilancet bruto të shoqërisë. Nga llogaritë bankare të personit juridik janë tërhequr mjete financiare mbi baza të ndryshme dhe janë kryer pagesa që nuk lidhen me veprimtarinë e personit juridik, pa ekzistuar dëshmi në evidencën kontabël për arsyetimin ekonomik të tyre. Drejtoria sqaroi se të denoncuarit me vetdije dhe me qëllim përfitimi të kundërligjshëm për veten dhe për personin juridik nuk kanë përllogaritur, raportuar dhe paguar tatimin mbi fitimin në vlerë totale prej 7.200.200 denarësh dhe tatimin mbi të ardhurat personale në vlerë totale prej 226.123 denarësh. Po ashtu, sipas tyre nuk kanë paraqitur dhe shlyer detyrimet ligjore tatimore në shumë totale prej 7.426.323 denarësh, duke dëmtuar për këtë shumë buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Policia gjatë 2 ditëve të fundit ka shqiptuar 1026 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut në mbar vendin, ndërsa 34 persona janë privuar nga liria për shkak të drejtimit të pakujdesshëm të automjetit. Pjesa më e madhe e sanksioneve kanë të bëjnë me tejkalimin e shpejtësisë së lejuar. Gjatë 2 ditëve të fundit janë sekuestruar edhe 23 automjete. Gjatë fundjavës, policia regjistroi gjithsej 1026 shkelje të rregullave të trafikut në territorin e vendit, ndërsa 34 persona u privuan nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjeteve. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se kontrollet janë realizuar nga zyrtarët policorë të gjitha sektorëve të punëve të brendshme në rrugët anë mbanvendit. Nga numri i përgjithshëm i urdhër parkesave të lëshuara, 316 kanë të bëjnë me tejkalim të shpejtësisë së lejuar. Sa i përket shoferëve të ndaluar, 9 përfunduan në stacion policie për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit, njëri për shkak të ndalimit të lëshuar më parë për drejtim mjeti, ndërsa 24 u privuan nga liria për drejtim mjeti pa leje drejtimi.
MPB ashtu informoi se gjatë 2 ditëve të fundit, 16 dhe 17 maj, janë sekuestruar 23 automjete, sipas rishikimit të statistikor të aktiviteteve policore për kontrollin e trafikut rrugor. Gjatë fundjavës u regjistruan 164 shkelje për parkim të paligjshëm, si dhe 29 sanksione për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Përveç kësaj, 107 shofer motocikletash u sanksionuan për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse dhe 5 këmsor morën urdhra kundërvajtëse, ndërsa 99 gjoba ishin për mospërdorimin e rripit të sigurimit. Në përputhje me ligjin për automjetet, 15 automjete u larguan nga trafiku sepse ishin të paregjistruara, ndërsa 4 për shkak të defekteve teknike. Komisioni Regulatori Energjetikës vendosi që çmimi i shitjes me pakisë i benzinës Eurosuper BS 95 rritet për 2 denar për litër, ndërka çmimet e shitjes me pakisë të benzinës Eurosuper BS 98 dhe të Eurodizelit rriten për 2.50 denar për litër. Çmimi i shitjes me pakisë i vajit ekstra të lehtë për ambisëri ulet për 0.50 denar për litër. Kryeministri Albin Kurti bashkë me ministrin e mbrojtjes Eyüp Maqedonci sot kanë qëndruar në Jahoz të Gjakovës ku kanë vizituar punishten ku po ndërtohet fabrika e municioneve. Kurti përmes një postimi në Facebook ka thënë se këtë vit nga kjo fabrik Kosova do të ketë municionet e para me vullën Made in Kosova. Tutja i ka shkruar se për ushtrinë gjatë 4 viteve të ardhshme do të ndahen mbi 1 miliard euro, duke siguruar fuqizim, pajisje moderne dhe trajnime të avancuara për forcën tonë të armatosur. Për ushtrinë tonë gjatë 4 viteve të ardhshme do të ndahen mbi 1 miliard euro, duke siguruar fuqizim, pajisje moderne dhe trajnime të avancuara për forcën tonë të armatosur, deklaroi Kurti. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit Ivana Popović ka njoftuar miratimin e një rregulloreje të re për sjelljen në hapësirat publike, me synim ruajtjen e rendit, etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rruba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria përfshin rrugët, sheshet shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësi do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro. Rregulloria u miratua për të ruajtur rendin, kulturën e sjelljes dhe respektin ndaj hapësirave të përbashkëta publike, deklaroi Popović. Administrata Trump nuk e pëlqen një bashkim evropian të bashkuar sepse bloku është një fuqi gjeopolitike me të cilën Washingtoni duhet të përballet. Kështu deklaroi shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas, e cila u ka bërë thirrje vendeve anëtare të BE-s të mos e dobësojnë blokun duke ndjekur marrëveshje dyrballshe me SBA-n. Ata nuk e pëlqejnë bashkimin evropian, kjo është shumë e qartë, por ne duhet të kuptojmë se pse ata nuk e pëlqejnë BE-n. Pse Kina nuk e pëlqen BE-n dhe pse Rusia nuk e pëlqen. Kjo ndodh sepse nëse qëndrojmë së bashku, nëse veprojmë së bashku, atëherë jemi fuqi të barabarta, jemi të fortë, tha Kallas në konferencën Lenart Meri në Tallinn të dielen. Kallas tha se ishte më lehtë të merreshe me vende individuale të cilat janë shumë më të vogla, sesa me një blok që mund të veprojnë si një fuqi e barabartë. Ajo tha se retorika të tilla si marrëdhëniet e mia me ju janë të shkëlqyera, por nuk më pëlqen Bashkimi Evropian, ishin pjesë e një strategjie përçarje dhe sundo.
Ushtria izraelite të hënën ka filluar sulmin ndaj flotës humanitare Global Sumud që shkoi për në Gaza në ujrat ndërkombëtare. Transmetimet e drejt për drejta nga flotilja treguan forcat detare izraelite duke hipur në anije njëra pas tjetrës. Qendra e menaxhimit të krizave të flotiljes globale njoftoi se 2 anije luftarake u vun re midis anijeve në flotilje pranë brigjeve të Qipros dhe ndau video që tregojnë anije patrullimi të ushtrisë izraelite duke u afruar dhe duke ngacmuar disa nga anijet. Zyrtarët e qendrës së menaxhimit të krizave raportuan gjithashtu se ushtarët izraelit hipën në disa nga anijet dhe se ka humbur kontakti me 23 anije në flotilje. Raportet e mediave izraelite thanë se 100 persona që merrin pjesë në flotilje u ndaluan në mënyrë të paligjshme. Flotilja e përbën nga 54 anije u nis të ejten nga distrikti turk mesetar i Marmarisit në një përpjekje të re për të thyer bllokadën izraelite të Gazës, e cila ka qenë në fuqi që nga vera e vitit 2007. Ministrat e financave të vendeve të G7 do të zhvillojnë sot një takim në Paris, ku në fokus pritet të jenë tensionet në Iran, lufta në Ukrainë dhe situata në ngushticën e Hormuzit. Komisioneri Evropian i Ekonomisë Valdis Dombrovskis deklaroi se ministrat do të diskutojnë ndikimin ekonomik dhe gjeopolitik të konflikteve të vazhdueshme. Një nga çështjet kryesore të takimit do të jetë edhe kërkesa për rihapjen sa më të shpejtë të ngushticës së Hormuzit, pasi Irani e mbylli rrugën strategjike ujore pas sulmeve të përbashkëta SBA-Izrael në muajin shkurt. Sekretari Amerikan i Thesarit Scott Bessent tha se do të kërkojë homologëve të tij të forcojnë sanksionet ndaj Teheranit, me qëllim ndërprerjen e financimeve për atë që e quajti makineria e luftës së Iranit. Grupi G7 përbëhet nga Kanada, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, së bashku me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.